Kanë vazhduar edhe sot përplasjet mes partive politike shqiptare. Koalicioni Vlen ka kumtuar se marrëdhjen e tyre në pushtet, shqiptarët janë pjesë e denjë institucioneve dhe po realizohen projektet me interes publik. Nga ky koalicion thonë se para se ata të vinin në pushtet, BDI non grata u përpoq të tremte popullin me gënjeshtra se ligji për përdorimin e gjuhëve do të shfuqizohej dhe se ndërtimi i korridorit 8 do të ndalej. Për gjuhët është më i garantuar se kur. Korridori 8 është në rrugën e duhur me standarde të larta dhe pas skandale korrupsioni. Reformat po ecin përpara dhe shqiptarët janë një pjesë e denjë institucioneve. Gënjeshtrat e BDI-s non grata u lanë pas dore. Ajo që ka mbetur prej saj është vetëm një zë i dëshpëruar opozitar që jeton me frikën e drejtësisë dhe kujtimin e pushtetit që përdori për pasurim personal. Pas kësaj, me reagim të menjëhershëm ka dalë Bashkimi Demokratik për Integrim, nga ku thonë se Vlen nga sabotues u shndruan në përvetësues. Thonë se në kohën kur BDI angazhohej për ndërtimin e korridorit 8, Vlen shkoi aq larg sa akuzonin edhe aleatët strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përfshirje në një plan të errët. Kur ne nënshkruam marrëveshjen, ata na akuzuan për marrëveshje kriminale dhe korruptive. Kur filluan punimet, mobilizuan çdo mjet për të na ndalur me deklarata, fushata, bllokime dhe propagandë të hapur. Por më rrezikshme dhe turpshme ishte se nuk e luftuan vetëm si projekt të shtrenjtë apo të dyshimt, e shpallën si rrezik për identitetin kombëtar, si pjesë të një projekti të rrezikshëm për Shqipëri të madhe. Sot fotografohen para këtij projekti si të ishte i tyre. Sot përpiqen ta shesin si arritje personale, si politike. Kjo nuk është politik, kjo është mungesë karakteri. Dje, krerët e qeverisë dhe të koalicionit Vlen në shoqërim të ambasadorës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Angela Geller vendosën ngurthemelin e autostradës që lidh Gostivarin dhe Tetovën, autostradë kjo që bën pjesë në korridorin 8.